Qytetarët e Shkodrës e kanë pritur me shumë pozitivitet investimin e realizuar në rrugën Don Bosco. Ata theksojnë se kursia e dedikuar për biçikletat i shton vlerë projektit, duke ngritur standardet e infrastrukturës dhe duke krijuar një organizim më të qartë të qarkullimit. Sipas banorëve, ndërhyrja ka sjellur më shumë rregull, siguri dhe lehtësi në lëvizje, si për këmbësorët ashtu edhe për drejtuesit e mjeteve dhe ciklistët. Shkëlqyshëm. S'ka si bëhet më mirë, në punë tonë, në rrugë tonë. Shumë mirë, unë jam shumë e knaqën, ta në rrugë të Shkodrës që i kanë kursi bicikletet, jam shumë e knaqën. Dhe që dalim për ditë me bicikleta. I kanë bërë shumë bukur. Po, tash më mirë e s'dëmën. Po, bicikleta tani ma bukur s'ka. Po, mirë bëllë i lumët. Shumë kjo, e ti që ka ma. Mirë janë, për gjithë vend janë mirë. Bicikletën e kam përdishme, më vare që ka hije, ka delë, në kërë rruga mirë bëllë është, herë tjera s'ke mujtë me kalu, për i makinat, që i kanë bloku rrugë. Po tjetër që mirë, se jesi ma pa frikë, me tonë këtë trafik makinës që është një kalim që rruga, bicikletat e do të kalojnë. Për njëtë, është shumë ma mirë që çdo gjë mu rregullu këj vend, për mendimin tem, është punu. Shumë të knaqënina, edhe me të drejten jashtëzakonisht një. Nëse edhe fëmija shkojnë të të Don Bosco, kanë djalin e vogël, shumë të knaqë jashtëzakonisht. Në lidhje me përfundimin e punimeve dhe reagimet e hasura në rrjetet sociale për nivelimin e pusetave në rrugë, drejtori ndërmarrjes së shërbimeve dhe punëve publike Altin Salihi u shpreh se procesi ndjekur është një proces standard që aplikohet në çdo riveshje rruge në Shkodër. Ndërmarrja e shërbimeve publike, bashkëpunim me ndërmarrjen e negociatësit, kanë kryer gjithë shërbimet e nevojshme që ka kjo rrugë. Janë bërë gjitha konetat edhe kanalizimet e ujrave të bardha, sepse rruga nuk ka pas fare kanalizime e ujrave të bardha. Është bërë komplet trotuar i ri, është bërë në qimi lehtë, gjatë kësaj kohe, duke qenë se janë hap kanalet për mu bë kanalet e ujrave të bardha dhe konetat e ujrave të bardha, është bërë dhe riveshja me asfalt e komplet rrugës. Mos e është bërë riveshja me asfalt e gjithë rrugës, është punë e nevojshme si proces pune që na kena përdorur gjithë jetën në gjitha rrugët e qytetit Shkodrës, kena ngrit pusetat nivelin e riveshjes asfaltit, e cila është bërë dhe mendoj që ka dalë shumë mirë dhe është e dukshme. Kjo punë është një proces pune që bëhet çdo herë, mos i bëhet riveshje me asfalt, jo kur ndërtohet rruga e re. Se kur ndërtohet rruga e re, puseta del kuotën e vet. Kur është riveshje me asfalt, bëhet ngritja pusetave në çdo rrugë që bëhet kjo riveshje. Rruga Don Bosco është transformuar plotësisht, jo vetëm përmes riveshjes me asfalt, por është falur konstruksionit të trotuareve dhe ndriçimit të plot. Kjo ndërhyrje është pjesë e një sër investimesh në infrastrukturën rrugore të qytetit.